Nisur nga ajo që ju keni dorëzuar, rezulton që jeni përballur me banda krim të organizuar që në fillimet e karrierës suaj. Si ka ndikuar tek ju personalisht dhe tek cilësia e jetës familjes tuaj? Pra, le të themi për Adnan Xholi njëri tani, jo prokuror. Ka ndryshuar cilësia e jetës. Unë dhe familja nuk jemi më të parët.